Ky vend është në luftë prej 3 vitesh, por askush nuk flet për të. Sudani u gjen në luftë më 15 prill të vitit 2023, në vendi i Afrikës Veriglindore, i cili është rreth 65 herë më i madh se Shqipëria. Sudani fitoi pavarësinë në 1 janar të vitit 1956 nga Mbretëria e Bashkuar, që nga ajo kohë vendi ka njohur rreth 30 tentativa grushi shteti dhe periudha të shumta paqëndrueshmërie politike. Në vitin 2019, presidenti Omar al-Bashir, i ardhur vetë në pushtet përmes një grushi shteti në 1989, u rrëzua nga ushtria sudaneze. Pas kësaj u krijua një qeveri tranzicioni, por në vitin 2021 shteti kaloi në duart të 2 figurave kryesore. Nga njëra anë, ushtria sudaneze besnike ndaj generalit Abdel Fattah al-Burhan, i cili mori pushtetin pas grushit të shtetit pra të tetorit të vitit 2021, dhe nga ana tjetër forcat e mbështetjes së shpejtë, një milici e drejtuar nga Mohamed Hamdan Dagalo. Lufta zhvillohet për një kontroll të vendit. Të dy kampet mbështeten nga fuqitë të huaja, gjë që e ushqen dhe e zgjat konfliktin. Të gjitha shtetet e përfshira mohojnë ndërhyrjen e tyre direkte. Sudani ka pasuri të mëdha natyrore, sidomos në ardh dhe petrol, gjë që shpjegon interesin e aktorëve të jashtëm. Mbështetjet kryesore të përfolura janë për Al-Burhanin, Turqia, Irani, Egjipti dhe Arabia Saudite. Ndërsa për Dagalun kemi Emiratet e Bashkuara Arabe. Intensifikimi i ngjarjeve ndodhi në tetor të vitit 2025 në El Fasher, ku forcat e mbështetjes së shpejtë morën kontrollin e qytetit në rajonin e Darfurit, në perëndim të Sudanit. Sipas OKB-s, 60000 persona mund të jenë vrarë në 3 ditë. Që nga ofensiva në El Fasher, komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njerëzit deklaruar se ka marrë dëshmi të tmerrshme. Sipas OKB-s, këto informacione përfshin ekzekutime pa gjyqe, masakra ndaj civilëve, përdhunime, rrëmbime, sulme ndaj punonjësve humanitar, vendosje të detyruara dhe plaçkitje masive. Rreth 30 milion njerëz, pothuajse gjysma e popullsisë, përballen me uri ekstreme. Mbi 13 milion persona janë të detyruar të largohen nga shkak të luftës. 8.6 milion prej tyre mbeten ende brenda vendit. Sipas komisionerit të lartë të OKB-s për refugjatët, kjo është kriza më e madhe dhe më e shpejtë e zhvendosjes së popullsisë në botë. Sipas disa mediave ndërkombëtare përfshirë Le Monde dhe The Guardian, rreth 150.000 persona mund të jenë vrarë që nga fillimi i luftës në prill të 2023-shit. Në vitin 2025, plani humanitar për të sjellë ushqim, ujë dhe kujdes shëndetësor u financua vetëm me 35%. Në 2026, thirrja për $2.9 miliard ndihme është mbuluar deri tani vetëm me 16%. Shumë vende po i përqendrojnë fondet dhe vëmendjet e tyre te konfliktet të tjera si në Ukrainë apo në Gaza. Ndihmat humanitare po shkurtohen në mbar botën. Ndërkohë në Sudan, uria, kolera dhe malaria po e përkeqësojnë situatën.